Kryeministri Edi Rama nga Shqipëria e ka marrë mbi vete edhe këtë barë, edhe ka po një përpjekje. Çka s'ka bërë Kryeministri Kosovës, ka bërë Kryeministri Shqipërisë? Atë që do të duhej ta bënte edhe Kryeministri Kosovës, se unë po besoj që ka qenë obligim dhe detyrim i çdo shqiptari që ka një troh pushtet, një troh fuqi, një troh platformë që të angazhohet në mbështetje të luftës sonë të drejtë. Imagjino Adriatik në mbrojtje të liderëve tonë ka shku komandanti i NATO-s. Nuk e ka detyru atë askush. Wesley Clarkun të shkoj e të dëshmoj në Hagë, se s'mundesh me e detyru. A i ka shku atje në mënyrë vullnetare, edhe me det të tëra, një general i dekoruar me yje i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a që ka udhëhequr fushatën më të madhe bombarduesme të NATO-s, ka shkuar dhe ka dëshmuar vullnetarisht me dit të tëra në gjykatën e Hagës, e në ndërkohë që Kryeministri i Kosovës e aq më pak Ministrja e Drejtësisë nuk e kanë thënë as edhe një fjalë në forume jo vetëm ndërkombëtare, se dorën zemër aty dhe s'është që kanë marrë pjesë shumë, se nuk janë ftu, po ndonjë përpjekje politike, diplomatike në ndërkombë. Fare s'kan bërë asgjë, as zoti Kurti, as zonja Gërvalla Shvarc? Fatkeqësisht, në disa raste madje kanë dhënë edhe deklarata të cilat kanë qenë identike me prokurorinë, me ato që i ka thënë prokuroria. Kryeministri i Kosovës, ai që thuhet se ka punuar ka punuar zyrën përfaqësuese të QK-s. Po ja u jap një deklaratë, për shembull, që është thënë publikisht, e që është një argument që është përdorur nga prokuroria për të mos liruar zotin Saqe, Veseli dhe të tjerët që të mbrohen në liri, të mbrohen me kusht. Ka qenë që ata ushtrojnë dikem politik, ata janë kryetarët e vërtet, faktik, të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe kjo është një pavërtetë e madhe, e them këtë me kompetencë të plotë. Jam sekretare e përgjithshme e PDK-s. Asnjëherë, unë i kam vizituar shumë shpesh, edhe kolegët e mi kanë vizituar shumë shpesh. Asnjëherë, ne nuk kemi diskutuar për punë të politikave partijake. Ata kanë brenga e halë shumë matë mëdha sot Se ka bërë këtë si pasqyrë zoti Kurti? Po ndonjëherë kam përshtypjen që as nuk është i vetëdijshëm për peshën e fjalës publike. Opozita që e marrë. Edhe unë kam pas shpresu Adriatik, dhe kjo shpresë imja sigurisht është nxitur nga dëshira për ta pa Kosovën më mirë. Kam pas shpresu që kur të ulet në karrikën e kryeministrit, pesha e përgjegjësisë do t'i rëndoj misupe, dhe kur je kryeministër ose kur ke një funksion shtetëror, ke mundësi të kesh informacione më shumë, i shet gjërat pak më qartë, i kupton edhe kufit që ti imponon qeverisja, jo gjithmonë arrin me bo ato që dëshiron, që planifikon, sepse ka ndonjëherë kufizime ligjore, ndonjëherë kushtetuese, ndonjëherë buxhetore, dhe pak ajo të bën më për toke, i kupton rrethonat. Ju s'keni vrejtur asnjëherë ndonjë qasje të tillë që të reflektoj më tepër zoti Kurti asnjëherë gjatë këtyre 6 vjetëve apo sa është në pushtet? E them me keqardhje, sepse ai është njëri me fuqi të madhe politike dhe institucionale, fare pak reflektim nga ana e kryeministrit në detyrë zotit. A ka pasur ndonjëherë se duhet ju pyes, ndonjë bisedë me ju, ndonjë konsultim me ju ose dikë tjetër nga Partia Demokratike e Kosovës, që të marrë ndonjë orientim, që fare, jashtë syve të publikut? As edhe një herë të vetme. Nuk mund ta them të njëjtën. Nuk mund ta them të njëjtën për zotin Glauk Konjufca. Zoti Konjufca së paku i ka vizituar në Hagë, jo një herë, po disa herë. Sikurse që me të kemi pasur disa takime, disa diskutime, kjo është jo për legislaturën e fundit, por për atë të vitit 2021-2025, kemi bërë përpjekje disa herë që të miratojmë një rezolut. Fatkeqësisht
ajo rezolutu miratua tek më vonë, tani në këtë legislatur, po s'paku, ndonë se nuk ka prodhu rezultat, ndonë se është dashur të kalojnë shumë vite për të miratu një rezolut, Adriatika po kupton, një rezolut edhe keni pa tekstin e rezolutës, ka qenë i shkruar e i hartuar kështu me një ftohtësi edhe me një saktësi kirurgjike. Edhe pse në sarë që diskutohet kjo çështje, sidomos nga zyrtarët të PDK-s, nga ata që mbrojnë qëndrimin e vetëvendosjes, thuhet se mirë, po vetëvendosja nuk ka votuar, ju e keni votuar, po këtu zakonisht është sulmi. Kjo është, domethënë, është fije kuptimi, ky lloj arsyetimi nuk ka. Sepse ajo e zhvendos debatin në politikë të brendshme ditore. Unë nuk po e kuptoj si nuk e kanë, si se kanë këtë shkallë të vetdijes, për me kuptu që pasojat e vendimit në Hagë prekun themelet e shtetit tonë. Nuk është vetëm një betej për të mbrojtur të kaluarën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare. UÇK-ja ka qenë projekti më i madh, më i suksesshëm politik dhe ushtarak që kemi prodhuar si këmbë në shekuj. Po kjo nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e të kaluarës historike. Vendimi në Hagë do të prek themelet e shtetit unë. Ka pasojat mëdha politike, geopolitike për Kosovën, edhe unë mua më befason gjakftohtësia për të mos thënë indiferenca totale e institucioneve të Republikës së Kosovës në raport me këtë proces. Fidan, kolege ki, Adriatik, ja kanë publiku mbrojtjes së zotit Krasniqi sa i ka kushtu letrat e postës. Qeveria e Republikës së Kosovës